Për të gjithë nxënësit e mësimdhënësit të shkollës Mazlum Kopuska, sot ishte një ditë feste, me një program të pasur artistik. Ata kremtuan 70 vjetorin e themelimit të shkollës. Për drejtorin e shkollës, kjo ditë është e rëndësishme si për shkollën, po për të gjithë komunitetin, sepse kjo vatër e diturisë jo vetëm që ka qenë e njohur në Gjakov, por edhe më gjerë. Sot është 70 vjetori i themelimit të shkollës dhe është e rëndësishme për neve, për nxënësin, për institucionin edhe për Gjakovën dhe Kosovën në përgjithësi, sepse shkolla jonë jo vetëm që ka qenë vatë arsimore brenda komunës sonë, por ka qenë e njohur edhe në Kosovë dhe në shtetin e Jugosllavisë. Kështu që me nderim dhe respekt e kemi nderu edhe hero dëshmorin Mazlum Kopuska, mirë po njëkohësisht kemi nderu edhe veteranët, ata që kanë ngrit emrin e shkollës Mazlum Kopuska në pjedestaral. E pranishme ishte edhe drejtoresha e arsimit Eranda Kunova Baçi, e cila uroi të gjithëve këtë vit jubilar. Shkolla Mazlum Kopuska është një ndër shkollat të cilat në vite ka arrit suksese si në gara të ndryshme, si në projekte të ndryshme, si në sukses të nxënësve. Domethënë është një shkollë e cila me të vërtet shquhet për sukseset e arritura. Ne i urojmë nxënësit dhe të gjithë mësimdhënësit, po ashtu edhe drejtorin e shkollës për festën, për këtë vit jubilar dhe ju dëshirojmë normalisht suksese të njëjta dhe në të ardhmen. Njën nga nxënësit ishte mjaft i lumtur dhe tregoi për punën e palodhur të gjithëve për të finalizuar gjithë këtë program. Sot për ne është një ditë shumë e rëndësishme, festa e shkollës sonë, ku jemi mundu me bo matë mundurën me disa pika që i kemi bo bashkë me arsimtaren, korin, vallen, këngë ndryshme. Edhe unë kom marrë pjesë në 2 valle, vallen e Tiranës dhe të Tropojës, dhe ka qenë shumë mahise. Në këtë ditë feste u bë dhe përzgjedhja fituesve të konkursit letrar Adem Beqa, konkurs ky që përfshiu pjesëmarrjen e nxënësve nga të gjitha shkollat e mesme të ulta të komunës së Gjakovës.